pyetën, ka qenë një sfidë shumë e madhe. Sfida më e madhe ka qenë se jashtë nuk e ki kërkon. Që ka njëherë qaq isha e demoralizune, qaq e lodhne, qaq e dërmune, sa kisha nevojë t'i thëmë dikuj, nuk jëm ka muna, mo, jëm ka du me dek, jëm druzu. Po s'kishe kërkon. Se problemit e kone ka qenë herën e parë në 2010, kur më kanë diagnostifiku me kancer gjinit. Gjoja parë që kom thonë ka qenë shka i bëj nonës. Për arsye se... Pra, nëna juaj nuk ka jetuar me juve atë kohë, ka qenë në Kosovë, apo jo? Po, unë s'kom pas kërkon familjes, veç në burrën edhe 2 vjetë. Nona, krejt familjen e kisha në Kosovë. Po, nuk dojta që nona jeme me marrë vesh për këtë punë.